Kemi marrë fëmijët vetëm telefona dhe rroba siç kemi qenë gjumë. Jemi larguar. Ka qenë një shpërthim dita ditës këtu, ka shpërthime, ka era gaz. Ne jetojmë në një katastrofë. Nuk kemi kundra bizneseve, nuk kemi kundra investimeve, po këta është katastrofë. Gardeci është diçka që mos përsërit, është gjynap këtë popull, këtë padrejtësi që po bëhet. Banorët e Porto Romanos në Durrës në mënyrë periodike shfaqin shqetësimet e tyre të mëdha mbi ndotjen dhe rreziqet që u vijnë nga aktiviteti tregtar i kompanisë së prodhimit të bombulave të gazit Alba Cosmetic International në pronësi të sipërmarrësit Adi Mehmeti. Megjithatë, sa më shumë qytetarët ngrihen në protesta për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e tyre, aq më shumë strukturat shtetërore bëhen të shurdhara, duke injoruar zërin e qindra banorëve që janë të detyruar të jetojnë çdo ditë të tyre nën rrezikun e shpërthimeve dhe pasojave mbi organizmin nga pa kriteri gazeve. Alba Cosmetic International deri më tani ka rezultuar e paprekshme nga policia, strukturat lokale apo edhe radha e gjatë e inspektorateve që funksionojnë në vendin tonë. Kjo heshtje totale, institucionale, duket se e ka origjinën tek fakti që kompania Adi Mehmetit shërben si një vend i shenjtë për kandidatët për deputet social në prag fushatash elektorale. Në vitin 2021, ish-ministrja e financave, Anila Denaj, postoi në rrjetet sociale foto nga një vizitë në ambientet e Alba Cosmetic International në Porto Romano. 4 vite më vonë, në 7 prill 2025, Etleva Budini zhvilloi gjithashtu një vizitë në të njëjtën kompani. Kompania e krijuar në vitin 2014 nga Adi Mehmeti, vetëm 21 vjeçar në kohën e regjistrimit, fillimisht ishte e fokusuar në prodhimin e produkteve kozmetike. Në janar të vitit 2021, ajo modifikon objektin e veprimtarisë, duke shtuar edhe mbushjen e bombulave të vogla të gazit. Pas kësaj, Alba Cosmetic International mori një zgjerim të madh në tregun e hidrokarbureve, duke shtuar ndjeshëm edhe ndotjen në mjedisin përreth. Banorët e Porto Romanos kanë dalë disa herë në protest kundër mbetjeve të rrezikshme të lëshuara në ajër dhe në tokat përreth. Në tetor të vitit 2022, 10 prindër kërkuan pezullimin e mësimit në shkollën 9-vjeçare Met Hasa, për shkak të rrjedhjes së GLN-s nga një cisterne parkuar në territorin e subjektit, Gas Power AL, kompani që ushtron aktivitet në të njëjtin vend me Alba Cosmetic International, duke ngritur dyshime për përdorimin e saj si maskim për shkeljet e kompanisë kryesore.